Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshorës. Atëherë do shohim si do jetë muaj nëntor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe video me tema për dashurim, por dhe me tema të ndryshme. Atëherë, shohim se si do jetë muaji edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë e kullës, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës tuaj, shenja e demit, shenja e shijetarit, dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Atëherë, në fillim të javës, shoh që tek ju vjen një ndryshim shumë i madh, por ky ndryshim vjen për mirë, sepse jemi te kulla, ku rrëzohen gjëra të pandërtuara mirë, për të ndërtuar gjëra që t'ju japin më siguri. Këtu mund të kemi një ndryshim në njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja për të ndryshuar diçka aty dhe për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Në rastin tjetër mund të jetë ndryshim pune, ndryshim vendbanimi nga një shtet në shtetin tjetër. Ose mund të jetë një ndryshim ekonomik që vjen tek ju dhe vjen për mirë ky ndryshim. Sepse unë shoh që ju do bëni fillime të reja. Dhe mund të jetë fillimi i një njohje të re, që do marrë zhvillime shumë të mira, mund të jetë fillimi një pune të re, një aktivitet i ri, një partneritet, një bashkëpunim, mund të jenë fillime nga më të ndryshmet. Gjithsesi, këtu kemi planet Jupiterin dhe planeti Jupiterit është një planet që rrit ekonominë, rrit optimizmin, por dhe akumulimin e pasurisë. Kështu që këtu ose rrit vetbesimin në lidhje me gjërat që ju do bëni. Gjithsesi është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira, por do sjelli bollëk, do sjelli edhe prosperitet në lidhje me ju. Mund të jetë fillimi një shtatzanie për një pjesë tjetër, mund të jetë fillimi i një biznesi, një aktiviteti privat, ose fillimi dokumentave të ndryshme, mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe unë shoh që do merrni lajme të mira në lidhje me gjithçka. Për një pjesë prej ju shoh që në fund të javës do keni flerte, do keni romanca, mund të jeni duke shkuar dhe në një udhtim, aty ndoshta të njihni një person dhe të filloni të flertoni me këtë person. Gjithsesi është një javë e mirë në lidhje me ju. Ndryshime, fillime të reja, zhvillime të mira, por dhe lajme të mira. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë, ju shoh që keni të bëni me energjinë e shenjës së demit. Kemi 4 energji këtu, sepse kemi rrotën e fatit. Energjia e demit përsëri, akrepi, virgjëresha dhe luani. Dhe jemi te energjia e shenjave të zjarit. Gjithsesi, ju shoh do mbylleni brenda vetes tuaj gjatë fillimit të javës së dytë, do jeni duke menduar se si t'i jepni drejtim, një njohje që do bëni, një flerti që mund të keni, që mund ta çoni edhe më larg të flert. Në rastin tjetër, në lidhje me punën tuaj për të dhënë drejtim punës tuaj, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, ose në rastin tjetër në lidhje me shtëpinë, me të përditshmen tuaj, ose në lidhje me fëmijët tuaj, me anën tuaj financiare. Dhe në mesin e javës shoh që fati do t'ju ndihmoj. Ju ndihmon në lidhje me gjërat që ju t'i çoni para gjërat. Dhe këtu flasim, mund të çoni para një njohje, sepse fati do jetë në anën tuaj, ju jeni në muajin tuaj, dhe më falni, jemi në muajin nëntor këtu. Gjithsesi, fati do t'ju ndihmoj në lidhje me çfarë do lloj situate për ta çuar para. Ju shoh që do jeni në pritje, mund të jeni në pritje të këtyre ndryshimeve, sepse rrota e fatit sjell ndryshime
fati ju ndihmon, po sjell edhe ndryshime për ju. Mund të jetë jeni në pritje të një dashurie, sepse ju shoh që dëshironi të jepni drejtim vetes tuaj për gjithë ata që janë single. Për pjesën tjetër, në lidhje me një person që do njihni në një udhtim, që ndoshta do ta filloni me një flert, për disa të tjerë në lidhje me marrëdhëniet e tyre, me shtëpinë, me familjen, me anën ekonomike, e shoh shumë fort, por dhe me gjithçka tjetër që mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi, ju shoh që ndryshoni këndvështrim, do keni një vizion ndryshe, por do bëni dhe plane afatgjata në lidhje me këto ndryshime që ju kërkoni, ose për të çuar gjërat para në lidhje me gjithçka që ju mund të dëshironi në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë, në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës dhe të tokës. Kemi energji toke. Me sa duket, në javën e tretë do jeni duke menduar më tepër për anën ekonomike. Gjithsesi, ju shoh shumë bashkëpunues në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në lidhje me këtë person që jeni duke e pritur. Shoh që do jepni dhe do merrni me këtë person dhe do jeni, por do t'rregojeni pak të mbyllur. Edhe pse jepni merrni, mund të shkëmbeni mesazhe ose diçka tjetër, përsëri tregoni të mbyllur në fund të javës së tretë. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të tregoni të mbyllur në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në lidhje me anën ekonomike në fund të javës. Por në fillim të javës, mund të jeni duke marrë një shumë të konsiderueshme parash, ose në rastin tjetër mund të jeni duke menduar për një blerje. Mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, në një rast mund të jetë blerje online, ose blerje të ndryshme që mund të dëshironi të bëni. Dhe ju shoh që do merrni disa para në mes të javës, por ashtu si do t'i merrni ashtu dhe do t'i shpenzoni. Për një pjesë prej jush mund të jenë pagesa kredish, mund të jenë pagesa faturash, pagesa të ndryshme që ju keni për të bërë, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të jeni duke menduar për të ndihmuar dhe dikë ose për të dhënë diçka. Në momentin që të bëni një blerje, do dëshironi të jepni diçka ndoshta për mirë në lidhje me këtë blerje. Dhe në fund të javës ju shoh përsëri me një marrje parash, ju merrni disa para, por është një shumë e konsiderueshme parash, është një shumë e madhe. Dhe ju do mendoni përsëri ose në lidhje me investime për fëmijët tuaj, investime të ndryshme në një punë, në një partneritet, në një bashkëpunim, ose për pjesën tjetër mund të mendoni edhe për të hequr disa kursime. Por është një javë fort ekonomike dhe shumë e mirë në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit. Energji, mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja që përmendim. Energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjës të luanit. Në fillim të javës së katërt, ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Ju i vendosni qëllime vetes për të çuar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para me shumë pasion, por ndërkohë jeni të vendosur në qëllimet tuaja dhe në lidhje me kontrata, partneritete të ndryshme, bashkëpunime që do keni. Dhe ju shoh në një pozicion mbretëror, në një pozicion të mirë, të fortë, të fuqishëm. Dhe në mesin e javës së dytë, përsëri do ndiheni në një pozicion të fuqishëm ekonomik më tepër. Ju shoh që po mendoni shumë për anën ekonomike, ose në rastin tjetër mund të jetë një person që ju mbështet. Është një person që ka eksperjenca dhe mund t'ju mbështesi ekonomikisht ose në lidhje me këshillat që do t'ju japi. Dhe këshillat mund t'ja u japi si në lidhje me dashurinë, me punën, ose edhe në lidhje me qëllime të ndryshme që ju i keni vendosur vetes. Por në fund të javës së katërt, ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, dhe ju do gjeni forcën për të çuar gjërat para. Ju shoh me një energji të jashtëzakonshme dhe me një forcë në lidhje me bërjen e gjërave. Në lidhje me një dashuri për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër në lidhje me kontrata dhe partneritete të ndryshme që ju do bëni, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me anën ekonomike.
Mund të jetë që ju mendoni të filloni një aktivitet, një partneritet, një punë të re, një bashkëpunim të ri, por gjithsesi është një javë shumë e bukur në lidhje me ju. Është një muaj fantastik, mund të them, dhe shohim marrë një mesazh nga angjëjt dhe çfarë na thonë për shenjën tuaj. Dhe këtu ju thot, kemi ndjeksin e monedave. Dhe ju thot që ju do zbukurojni gjatë kësaj periudhe, por edhe do fluturoni, do t'i çoni gjërat para. Do jetë një periudhë shumë e mirë, ekonomike, që ka shumë, sepse e shoh që do përqendroheni shumë te ana ekonomike në fund të muajit, por ju doni të bëni diçka që ju intereson. Por do keni fillime të reja dhe kjo ka lidhje si në lidhje me dashurinë, nuk është se ka vetëm lidhje me anën ekonomike. Nëse ju dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri, atëherë është moment i mirë. Nëse ju dëshironi të bëni diçka që ju intereson në shtëpinë tuaj, në familjen, me fëmijët tuaj, ose në rastin tjetër në punën tuaj nga ana ekonomike, atëherë është momenti më i mirë në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithve, ju uroj përsëri një muaj të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar gjitha shenjat, video të javës, por dhe video me tema të ndryshme, tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme. Atëherë dëgjim të këndshëm dhe një mbrëmje sa më të këndshme për ju.